Mirëmbrëma të gjithëve. Sot data 10, Jupiteri sapo ka futur këmbët në shenjën e Gafores. Dhe ngjarja e vitit, po sigurisht ngjarja e vitit sepse pak më përpara kishim shenjën e binjakëve. Që kujtojve shenjën e binjakëve kur ndodhi kjo ngjarje, çfarë ju than, çfarë dëgjuat? Të gjitha të mirat e botës, por realisht çfarë ndodhi? Kush ua tha fillimisht që shikoni mos u egzaltoni shumë. Të njëjtën gjë do them edhe për shenjën e Gafores, sepse gjithmonë një monedhë ka dy anë. Kështu që po sigurisht do të presim gjëra të bukura, të mira, stabilizuese, fati ndihmon, por nga ana tjetër kemi dhe sfidat, si gjithmonë. Kështu që kush do disiplinohet, kush do të jetë i disiplinuar, jo i nxituar, ti marrë gjërat me qetësi, do ditë eci shumë mirë. Pjesa tjetër pastaj do ketë pasojat e veta. Si do që të jetë, nuk është kjo arsyeja e këtij postimi sot. Ky postim i dedikohet më tepër ditës së nesërme, që kemi dhe zhvillimin e hënës së plot të muajit në aksin binjak shigjetar. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që çfarëdo gjë ka lidhje me udhëtime, çfarëdo gjë ka lidhje me media, çfarëdo gjë ka lidhje me motra vëllezër, çfarëdo gjë ka lidhje me publikim, do të thënë publicitetin, çfarëdo gjë ka lidhje me shkrimin. Shkrimtarët për shembull nesër arrin të mbyllin me të vërtet një vepër shumë të rëndësishme, çfarëdo gjë ka të bëjë me jashtë shtetit, me transportin, me turizmin, me klientelën, me arsimin, pse jo, me fëmijët, duke qenë se merr pjesë edhe Marsi nga shenja e Luanit, do të thotë që e di çfarë më pëlqen shumë kjo hëna e plot, me thënë të drejtën, e këtij muaji. Pse? Sepse na vë në atë moton e të menduarit që jeta një është, duhet shijuar, duhet të kujtojmë pak se drejta marr jemi gjallë dhe vetëm halle, vetëm probleme. Një herë mirë është të mos mendojmë për këto gjëra, po të mendojmë çfarë do bëjmë realisht në mënyrë që të sistemojmë gjëra të caktuara në jetën tonë që nuk ecin, nuk funksionojnë, të mbyllim disa kapituj të rëndësishëm gjithmonë me dialog dhe qetësisht, domethënë kjo hëna e plot do të mbylli gjërat qetësisht, po flas në plan personal, në plan njerëzor, se po ta marrim pastaj në aspektin botëror të ngjarjeve, aty janë ndryshe gjërat. Por përse i përket planit personal të secilit prej nesh, ka 2-3 ditë që po është në funksion, është në veprim kjo hëna e plot, duam të shijojmë jetën, duam të dalim, duam të argëtohemi, duam të udhëtojmë, kënaqemi kur takojmë njerëz që nuk janë, domethënë nuk i takojnë, nuk i përkasin të njëjtës kulturë me ne, ndaj mendime të ndryshme, zhvillohemi. Domethënë është një hënë e plot që na ndihmon të zhvillohemi, të dalim nga katrorizimi ku e kemi futur veten deri tani dhe shikojmë se çfarë mund të sjellim të re në jetën tonë të bukur. Zgjidhen çështje që kanë lidhje me fëmijët. Studentët duket se dalin mirë në provime, sot ishte më duket provimi po, dalin mirë, do të kanë mundësi të dalin mirë, dhe pavarësisht aspekteve të vështira siç ishte afërdita me Plutonin që akoma është në veprime sipër, kemi një aspekt të bukur përsëri që krijohet ditën e nesërme midis Merkurit edhe Afërditës. Merkurit nga shenja e Gafores dhe Afërditës nga shenja e Demit. Kështu që çfarëdo gjë që ka lidhje me financa, ekonomi, financa, familje, brenda familjes, çështje që kanë lidhje me pronën, me tregun imobiliar, me çështje të tilla duket se marrin një farë drejtimi dhe marrin drejtim për mirë. Kështu që prandaj thash më pëlqen kjo hënë e plot, sigurisht që ndikohen pikë së pari shenja si binjakët, shigjetari, Virgjëresha dhe peshqit që kanë lindur midis dhjetëdiçit të 2 dhe dhjetëdiçit të 3 të këtyre shenjave. Domethënë datat 8, 9, 10, nga ta nisim. 8, 9, 10, le të themi 8, 9, 10, 11, 12 qershor. Pastaj kalojmë tek 8, 9, 10, 11, 12 shtator. 9, 10, 11, 12, ose më saktë përsëri 8, 9, 10, 12, 11, 12 dhjetor. Dhe jemi tek peshqit, diku aty tek 9, 10, 11, 12, ajde pak mund të marrim që nga 13 e peshqve, okay? Domethënë që është Mars në këtë rast.
Kështu që këtu janë, por pa përjashtuar edhe shenjën e luanit dhe të ujorit, që përsëri janë midis tyre datave që sapo thash dhe për shenjat më përpara. Sigurisht që kemi gaforen, tham Merkuri nga shenja e gafores, dhe shenjën e demit, aksi përsëri dem akrep, dhe gafore bricjap, që mundet për favorizojnë goxha në çështje që thash familjare dhe ekonomiko-financiare, dhe më thënë këto shenja do kenë mundësi të stabilizojnë diçka në jetën e tyre aktualisht. Por që edhe të shenjat e tjera sigurisht që përfitojnë. Pse? Keni parasysh një gjë, nuk e them shpesh, do doja të kisha më shumë kohë të sqaroja plot për sa i përket astrologjisë, të kuptoni dhe se si funksionon realisht. Është çështje energjish dhe energjitë janë të tërthurura. Duhet të kuptoni që kur flasim për një shenjë, është shenja, janë këto gradë që po themi ndikojnë, dhe këtu bëhet parashikimi, këtu fillon nga gradët që i përkasin secilës shenjë, që përkthehen pastaj në data, dhe në ascendent se ku ndodhet, në hënën se ku ndodhet, Merkuri, Afërdita, Marsi, po dhe planetet e tjerë që janë vërtet të rëndësishëm. Kështu që harta e secilit, kuptoni, është si një hartë udhërfimi, udhërfyes është, i cili na tregon, na orienton se si në momente të caktuara, kur kemi këto planet që quhen tranzit, dhe ndryshojnë shenja, çdo 1 vit, çdo 2 vjet, çdo 4 vjet, çdo 5 vjet, çdo 7 vjet, e me radhë, edhe më shumë akoma për planet më të rëndësishëm, më të mëdhenj, si ndikojnë aktualisht tek ne. Prandaj ju them dëgjoni me kujdes dhe ascendentin dhe hënën dhe ku i keni planetet e tjerë, secila prej këtyre ndodhet në një banesë të caktuar, që përcakton atë që thash udhërfyesin e jetës tuaj, që është thjesht harta. Kjo është harta e lindjes dhe baza saj bën parashikimet. Por që sikurse po flisja për këtë hënën e plot që është shumë e rëndësishme, na jep mundësinë të çlirohemi nga probleme që kanë lidhje ju thash me çfarë çështjesh. Shumë prej jush mund të bëni me makinë, këto ditë, më thënë mund të blini një makinë, kush do ketë probleme me transportin do zgjidhet, kush ka pas probleme me klientelën do shikojë zgjidhje përsëri, kush do të udhëtoj do udhëtoj, madje në vende që mbas edhe nuk keni qenë më përpara, do takoni individ, ju thash që do bëni biseda të cilat nuk ju shkonte ndërmend që do mund t'i bënit. Dhe nëse keni qenë me tabu, në lidhje me individ që vinë nga vende të caktuara, i përkasin një etniteti të caktuar ose një feje të caktuar, do ndryshoni mendim. Do i shikoni gjërat ndryshe nga një prizëm më i gjerë, sepse sido që të jetë kemi binjakët, që është kjo këtu, po kemi edhe shigjetari që është filozofia e jetës. Kështu që përgatituni këto ditë të ndryshoni pikpamje në lidhje me dhe këndvështrim në lidhje me jetën tuaj dhe se si atë keni konceptuar deri më tani. A ne mban botës pastaj sigurisht, për sa i përket motit, do kemi që nga ajri, uji, zjarri e gjëra të tilla janë të gjitha të ndërthurura së bashku, por moti do bëj të vetat, as i bëhet fjalë, dhe për sa i përket thash, është akoma aktiv ai aspekti Afërdit Pluton, kemi përplasje midis shteteve fqinje, duke qenë se kjo hënë e plot është në aksin, sikur thash, binjak dhe shigjetar, do shikojmë dhe do dëgjojmë plot. Dhe nga lindja do dëgjojmë plot, por edhe më këtej nga shtetet të cilat janë më, do të thënë europiane shtete, por që europiano perëndimore, që se shkon mendja gjallë në botë se mund të ketë ndonjë akt terrorist për shembull andej, ose ndonjë problem të madh me motin vetë që shkakton dëmet e veta. Por që do i shohim. Për sa i përket politikës pastaj ka filluar prapaskena të jetë në lëvizje të madhe, sidomos për sa i përket ekonomisë, dhe prandaj kemi dhe zhvillime ku përfshihen edhe protesta, që këto protesta do i shohim edhe në lidhje me ekonomi financa, edhe në lidhje me ushqimin, edhe në lidhje me cilësinë, çfarë do gjë që cënon cilësinë dhe sigurinë e jetës së secilit, dhe për sa i përket transportit, telekomunikacionit, ju thash, dhe teknologjisë, dhe internetit. Kështu që bëhemi gati për të parë gjëra plot. Dhe për sa i përket botës së artit, do të shohim artista të cilët ja dalin shumë, do të keni sukses shumë të madh gjatë këtyre kohëve, por do të ketë të tjerë që bien sepse ashtu e kanë bërë vetë gjën. Tani, kushdo që përgatitet për një kapitull të ri të madh të jetës së vet, do të jetë shumë i bukur, mbyll një situatë, po fillon një situatë e re. Çuditërisht se si në këtë hënë të plot merren vendime shumë të rëndësishme për jetën prej këtej në vazhdim, dhe për dashurinë, dhe për lidhje serioze, dhe për bashkëtesa, kështu që ti shohim. Sido që të jetë është e bukur, ja dhe gjë e bukur për shkakun, se më thoni që u them vetëm